kohë dhe po themi skanimi mund t'i bësh kësaj kohe të këtyre krimeve që kanë ndodhur në këtë vend. Këtu sigurisht që janë edhe zbërthyer, kemi edhe përgjimet që kanë ardhur nga Sky ECC, ku dëshmit përgjimet sigurisht mund të plotësojnë, po themi, këtë dosje përveç rrëfimit dhe dëshmisë që jep i penduari drejtësisë. Po, Petraj, lidhje me këtë dosje, me këto pretendime që kanë dalë, çfarë mund themi? Shikoj, në vetë mënyra, unë jam shprehur njërë për këtë rast, të pjesa e të penduarit më duket pjesa e shkurtuar e një personi i cili bëhet i penduar duke e ditur dhe rrezikun që çfarë mund të pësojë më prapa, por që në përgjithësi pjesët e këtyre fabulave mendoj që duhen analizuar mirë nga organi akuzës dhe nga mbrojtja e personave të cilët ja atribohen këto lloj fabulash apo dëshmish, të cilat edhe pse nuk mund të marrë autorsinë të them janë të vërteta apo s'janë të vërteta, por ngelet për të ballafaquar me pjesën e personazheve të cilët i atribohen këto si ngjarje dhe analiza pikë për pe të gjithë situatës që mendohet që gjithë kjo situatë mes dy palëve, si pala si ka dhënë deklaratën dhe pala e cila do ta kundërshtoj tashmë atë, duke sjellë prova të tjera, në fjalë ngelet për të ballafaquar dhe pikërisht këtë them që marrëdhënia e institucionit të akuzës në këtë rast duhet të jetë i bindur plotësisht dhe mos të kapet vetëm në pjesët e deklaratave dhe atyre ngjarjeve të cilët me të vërtet mendohet se nuk janë zbardhur. Pra ngelet në faktin që duhet, unë jam partizan i asaj, të cilët duhet të them që do të pritet dhe përballja e palës tjetër, të cilët i atribohen këto si raste, por të bërë kundërshtit e tyre dhe me deklaratat e personazheve të cilët i akuzojnë. Pra ky është elementi të cilët unë mendoj se do të jetë ajo pjesa reale e ngjarjes. Ndërkohë, çfarë mund themi për Lushnjën? Përse ka këto ngarkesa të cilat vinë dhe nga vitet 90-97? Shikoj, nuk mendoj se Lushnja apo Fieri, apo në përgjithësi Shqipëria është një... Ka qenë më i qetë, po flasim qyteti i Lushnjës ka pasur më shumë ngjarje. Do të dishin diçka. Jugu në përgjithësi nuk i ka pasur vrasjet, këto bandat rivale e tjera, vetëm pas 97-ës të grupe kanë ndodhur ngjarje të tilla. Dhe pas 97-ës në përgjithësi hyri asmëria në jug. Në jug nuk ka ekzistuar asmëria deri në vitin 97. Nuk mund të mbaj mend që të ketë asmëri në jug për sa i përket rasteve të cilat po flasim, por në rastin konkret, sepse po të shikojmë elementet e 97-ës, kemi Zanica Ushin, kemi të tjerët, janë shumë grupe në jug të cilat lindën nga 97-a. Dhe aty ishin ato krimet e zonave të influencës. Ndërkohë që Fieri ruajti një balancë si pasojë e rivalitetit të brendshëm dhe të mos ngacmimit të njëri tjetrit. Pra, po ta shikoni, 97-a... Se si ruajti zonat e influencës? Ruajti pjesën Lushnja ka qenë shumë më e ashpër. Lushnja ndodhi si pasojë e marrëdhënies së 97-ës për ato marrëdhëniet e tyre të transportit klandestinëve, pjesa e ka qenë pjesa e Aldo Bares, kanë qenë disa elementë, jo gjobat, jo me pjesën e pushtetit. Pra, në përgjithësi, këto ngjarje, për të thënë për Lushnjën, nuk mendoj se janë kaq të ashpra sa mund të themi që Lushnja ka lundruar mbi krim dhe mund të terrorizojmë dhe situatën, duke qenë se jam dhe vetë nga pjesa e jugut të Shqipërisë, me fjalë që jam shumë afër dhe me Lushnjën se jam edhe nga Fieri, duke parë këtë situatë nuk më duket kaq e sofistikuar. Tani është e qetësuar. Janë pjesë të grupeve të rivaleve, por nuk ka pasur ato ngjarje që mund të themi tronditse siç mund të ndodhur në Shkodër, mund të ndodhur në Elbasan. Me fjalë janë marrëdhënie